صلي يا أخي في صحبتي لست ترجو من عبادي غاية رفقة في الله نعم الرفقة أنا لومي آي që ka një shok që kurrin me te përfiton për ti një ajet, përfiton për ti një hadith, përfiton për ti një mesele, përfiton për ti një këshill, përfiton për ti një nasihat, përfiton për ti një vërejtje, një largim nga e keqa, një përkraje për të mirën që e bën ai, lumi ai. Kjo është shoqëria e vërtetë. Ku takohen dy vllazë e nisin mohabetin e shkollimit, e nisin mohabetin e arsimimit, e nisin mohabetin e edukatës, e nisin mohabetin e moralit, e nisin mohabetin e punës, e nisin mohabetin e prodhimit, e nisin mohabetin e veprave të mira dhe projekteve dhe iniciativave të mira që na shumë kemi nevojë për to. وجهك الوضاء ألفيت به معنى العلا والرفعة منذ يمناك كي نمضي معا